para se të bëj monologun, duhet të falenderoj Ujin Lajthiza, që u tha këtu, shife, uj, mbaroj, edhe këto pijet e mrekullueshme. Falenderoj kompanin fantastike Unionet Western Union, që ka 30 vjetorin, 30 vjet në shërbim të gjithë shqiptarëve, 30 vjet ka lidhur shqiptarët në të 4 anë të botës, me gjitha transfertat e saj, dhe tani ka hyrë në epokën digjitale si askush tjetër, me 100 shërbime. Mjafton të zbrisni aplikacionin dhe i keni tuajat. Monologu im do jetë për kohën vetjake. O njeruc, po kur do bëhesh një njeri vegan? Jeta më e mirë nuk është jeta me të ngrënë e me të pirë, se për të ngrënë e për të pirë ka dhe kafsha në pyll. Jeta më e mirë është jeta me artë dhe kulturë. Prandaj, unë them se ju del koha për të ngrënë 100 keca të pjekur edhe 100 qëndja të pjekur. Por në të njëjtën kohë, ju del koha të mësoni 100 poezi përmendsh, 100 thënie të njerëzve të mëdhenj, 100 ide dhe fjalë të urta nga populli ynë. Të shikoni 100 ekspozita pikture, të dëgjoni 100 arje operistike. Për të gjitha këto del koha. Por mbi të gjitha, koha del për t'i dhuruar pak nga ajo pjesa jon vetjake kohës tonë kombëtare. Le që çan gatrohem unë kot me kohën kombëtare. Ju, monologun tim për kohën kombëtare, nuk e keni parë, se s'keni pasur kohë. Natë e mirë, faleminderit, shihemi të premten tjetër.